Me kamerën tonë, vizituam shumë familje rome, ku jeta ishte pjesë e normalitetit. Me pak shëmtira, eliksira e varfërisë si thonë vetë romët, ku në një pjesë tjetërora e mirësisë ka ngelur shumë pas një varfëri në ekstremitet plot, ku dhe buka është luks. Në këto lagje dëgjon shumë gjëra të ndryshme në familjet veçanta, ku në për rrugica lagjeje, a qendra, në markete a lokale të vogla, listat e ushqimeve dhe kafeneve janë bërë si numrat e një rolete që rrotullohet e askush nuk fiton. Jemi pranë një marketi në qendër të lagjes Grabiani. Listat me familje dhe komunitetet të rom janë shumë të gjata. Ma ne kafe vim 3-4 orë. Në lokalin, pa dhe Giro Grabian, t'jate. S'kemi pun tjetër me ja. Tu, kafeteria. Lek s'kemi, buk s'kemi, asë që. Kjo është e jone. Ne jemi në lagjen qendër, në familjen e shefit Jonuzi. Sa kur ora banorë në këtë ndërtesë? Tu në fakt janë 3. Sa e metër katror është kjo? Se kemi matur që ka masë. Ajo po vallëma më tani është 4x4. Merremi në punë? Po çfarë punë pa punim, vetëm unë që jam që punoj në komunë aty te. Këtë Rom dhe majoranca kanë marrë tokë. A i shfrytëzoni këto toka? Me në fakti tokat si kemi si punojmë qysh tek këtu. A kemi se si punoni? Po s'kemi çfarë ti punojmë. Ne ato që po punojmë është edhe shtrenjtë, nuk s'kemi çfarë. Nuk i punojmë dot. Gjënien ekonomike të familjes. Gjënien ekonomike keqemi. Japim gjak, kam buk. Shesim në i plasmas, në i pagure, këto, kanache. Qa do bëjmë? Teske, kemi të ardhura. Me kusina merrni? Po ta pati pun do punoj, po s'pati ku do vemni? Ja, qa do bëjmë, ja, këtë kemi. Ka me kalamar, gocën tjetër e ka mande punona në mishtulla dhe ajo unë për kinezës dhe goca. Pa shpi, pa katandi, pa thondi, që rrit në rrugë. Qa do bëjmë, ja, vujmë pik në zezë. Kemi lek, ku do vemni? Pensionat që na valiti që kemi ne, kemi 4 muaj pa marë, edhe ato nuk i na japin, edhe atë po e fitova, po se fitova. Nuk s'kam asin gjë të hajë, vetëm buk kam, ja, buk që zura këtu.
bëjmë, qa do bëjmë? Qeverisë se kërkon, ku ta kërkon? Do shkom do mbledhim një do laka dhe do hajmë, do bëjmë në i qik pa vaj, në jem me vaj, në jem me krip, në jem pa krip, te kemi. Pa keni lista? Kemi plot. Sa keni, aktualisht sa keni shumë? Shiko, 100.000 lek kam i vend, 50.000 lek në i vend, 80.000 lek më i vend. Me i vend kam të buka 2 milion, të fora ti kemi 2 milion lek aty të buka. Që marim me lisë bukën e kemi 2 milion bukë. Ka mundësi të tregoj ato borxhet e mia ti marr një çik. Borxhet që kam aty të shënuara 30 vjet. Për vitin e ashtu kemi qenë, më përpara në kohën e Enverit ne kemi punuar bujqësi, jam pa bukë, jam kallabëdhek, gjendje ekonomike nuk kam brenda në shtëpi, krevata divana nuk kam, me nima, me gjej drasa ndej thurëktej, të prejnë kalamaj, edhe vetë jam e smu, muj për muaj hy borgj, kam gjitha ato listër. Jam Hurma Maksuti, jam me 2 çuna, njeri është 13, njeri 14 vjeç, edhe nuk na ndihmojnë, jam pa shtëpi, jam me qera. 74.000 lek pension marr të burrit, edhe s'kam as ndihmë as në gjë. Duam lek për shkollë, për libra, për gjëra. S'kemi. Mësusja na pagon dhe për fëmijët. Po patit mundësi, pyesni dhe mësuesen dhe s'kam, ja, kjo është gjendja ime. Kush ka mundësi na vej dorën zemër të na ndihmojnë, se ne s'kemi, ja, me këto kushtemi që shikoni. Jam i moza Jonuzim. Dhe është gjarë për një thes mjell, për kalamajt e mi të ushqe fëmit. S'kemi asë një gjë në shpi, jemi këshu fukara, për fëmit të ushqe fëmit. Nuk kam. Ndodhemi në lagjen e Kishës. Me mikrofonin ton, ne u drejtuam disa fëmijëve për të na treguar për jetën e tyre. Në shkollë dhe në lagje, pasi ky komunitet ka element të mirë. Mungesa e ekonomisë për të vazhduar mbetet si një ëndër pa realitet. Shteti duhet të bëjë më shumë për këtë komunitet, ku romët të kujdesen për romët. Si kemi? Fabian. Po të si kemi? Linda. Si rini këtu? Se ja ku është mami. Vetëm kopër si sa? Po. Ka të ndisur, lek jo, buk jo, pun jo. Ku do vemi, ku do shkoj, me fmiqë të mur jemi. Ku do shkoj, fëmine kam me autizëm, pensionet e invaliditeteve të kanë 4 muaj s'kan ardhur, ku do hanë, ku do pinë. Hallet janë së mundjet me lek, nuk të pranon njeri. Ku ti drejtohesh? Ku ti drejtohem unë, qeveria, ku do shkoj, ku do mbytem. Toka do lek atje, me qa ta bëj unë tokë. Me listër e faham, që do vem, ku do vem, me listër. Qa, i sa shumë për quni, një quni nuk më del. Më del fare nga shtëpia, ka me autizëm 10 vjeç. As ndim, as gjë, as ish, ku do shkojmë, ku do vete.
Ku do mbyte? Vetë gjysmë njeriu e sëmur me ilaçe me tëra, ku do mbyte? Siç më shikoni gjysmë njeriu jam. Qeveria ka këtë punë, di unë ku të drejtohem unë? Do të zgjidhim, as na zgjidhje, as më beri mua. Qa, ku do vete unë, ku do shkoj me fëmijët të smur? Ja, di gjithë lagja këtuja. Plaku tërua banë që 20 vjetë po banë qorri verbër. As pensiona sa japin, as ndihmë kjanë na japin, qa të bëjnë neve? Kemi 5 muaj që s'po marrin pension invalid. Sa vite keni që jetoni këtu? Ne kemi 164. Po tani kemi punuar në ferm tani. Kemi qenë në ferm, kemi punuar në punë shteti. Na dolëm nga ferma, na ndurë një vit asistencë, pastaj nda tokat. S'kam njeri unë plaku dhe së një pinka. Aja është të jetimi shketi panan e baba, e kam rritur. Shumë njerëz të komunitetit rom afrohen pranë mikrofonit ton për të na dhënë mendimet, problematikat që ata kanë. Po ka nga ata që hezitojnë dhe largohen nga mikrofoni ynë. Kush ka marrë ndihma? S'ka marrë njeri ndihma këtu. Sidomos lagja jonë që jemi këtu, asnjë. Unë e kam burrin me kartel. Shikoj që po mbushuj vetë, ndim nuk kam. Edhe ata 90.000 lekë që e merr ky, po bëjnë 5 muaj pa ardhur. Qa po ditojnë, po vdesim, shiko po muaj. Qa është kjo po, qa bëhet me neve? Ku janë ndihmat që kanë ardhur? Kam dëgjuar dhe në intervistë që kanë folur, që kanë ardhur për ndihma. Që u bën ndihmat, ku vajtë, ku shi hengri? Ne s'kemi ma ndihmë. Të ngërpen ata ne nuk duam, ne të vdesim. Si për uje, si nga uria, si nga të gjitha. Si kemi, në kujë qatë? Eja, mi bëma, të. Pjesa më e madhe e romëve dhe familjeve merren dhe me bujqësi dhe blegtori. Por vetë ata thonë se mundi shkon kot, pasi çmimet nuk shlyejnë dot mekanikën. Ku dhe në verë ka mungesë të theksuar të ujit për vaditje, ku tërbufin atë stin thahet. Dhe fitimi nuk mjafton për të plotësuar as gjërat më jetike. Prandaj dhe buka e gojës është luks. Bujqësia është baza, pasi ata nuk kanë të ardhurat të tjera. Në vitin 90, shteti, si gjithë tjerët, kemi marrë toka me ligjin 7501. Unë i shkreti tani doja të plugoja tokën, po legët e pensionëve të invalidëve s'kan ardhur akoma. Plugosh i 2 lym tokë, i bie 20.000 lekë. Unë kam 10 2 lym, 200.000 lekë du vetëm për plugur. Le qap do pastaj afar, diskim, frezim, ku di gjem në këto legët? Se qa bëhet këtu në Grabian, ka që vite kanë ardhur lek me si uj i detit, ashtu kanë ardhur ndihmat e i han ata që janë të pasur, jo të fartit. Edhe këtu nuk ka lek të plugojnë tokat, nuk kanë buk, nuk kanë grur, nuk kanë miell. Hajde Partia Demokrate turun e Harixhin të votojmë se mos e fitojmë ndonjë gjë. Hajde Partia Socialiste votoni të vafrit me gjithë shpirt se mos fitojmë ndonjë gjë. Po nuk që ka gjë për Harixhin këtu. Dhe është dhenë vetëm për të vujtur, që s'kan darkë të hanë. 10 familje këtu në Grabian, 15, po flejmë pa ngrën buk. Kjo lagja e kishës zotin a bekoft, po është me e vafra në botë. Duam të plugojmë tokat, nuk i plugojmë dot. Me 10 hektar pa pluguar, s'kan lek. Në umblodhën robat në okalbën në përbanjo, s'kemi hilaç për të larë. Është me të drejtë kjo dua të qaj ka që jam e shqipë. Këtu nga 700.000 lekë kanë do njëri. Po listrat janë mbushur dinga.
Ka shumë se pjellin të Vafrit. Nga 10, ka nga 15. Nuk e dim se kush do na sjellin ndonjë makinë me lekë të na laj hallet edhe kushuret. Po mos të marrin pjesë ato të mëdhenj, se po erdhi te Edi Rama dhe te Sali Berisha i futi nëpër bank për vete, i bën bil në Vlorë, në Tiranë, në Shkodër ande. Ore, është e drejtë, kjo nuk është shaka kjo punë re. Kjo nuk është shaka, kjo është me të drejtë. Dalim në mëngjes gjithë këtune, fusim duart në përgjepa edhe mendohemi se çfarë do nxjerrim nuk e dim. Si kaloi ditë të rritur në Grabja? Të tërë në për rrugë. Po mendohem, po iki për perse lart në pyll dhe nuk po e grendo. Rrin kot për të kaluar kohën të Vafrit. Nuk kanë lek, po rrin kot në përkarrige, po pin nga një cigare dhe nga një kafe 300 lekë. Të ardhur për 3 paketa cigare ku i qej. Nuk kanë ata, po me njëri tjetrin, ai, dëgjoj, ngrihet ka një cigare, do ta pin 5 veta. 5 veta një cigare. Marrin kazma, shkojnë në pyll, nxjerrin rrez. Nga to murriza që janë ata, i shesin, 2 lek marrin but, 1 lek marrin cigare. Ja, kjo është. Unë jam 10 veta me 2 pensione me 100.000 lek. Më mirë ishte ajo kohë, apo kjo sot? Oh, ke qenë asaj kohë, ku ta gjej? Ku ta gjej ato kohë? Buk na jipte. Pun kishte. Kush rrinte pa punë, vinte në përshpi ato komunet ati që i nxirrin në punë ata. Tani rrit. Kam 20 hektar tokë, me qatë i mbjell. Po s'kesh një rëtire që edhe për logje. Me qatë i mbjell. Jam me borgje këshu. Erdje sotja sot e dyqajt, tha dua lekë. Qatë jap? Shpirti? Qatë jap? Me 2 pensione 100.000 lekë? 10 veta 100.000 lekë? Më rrinë quna pa punë në rrugë. Qa do bëjmë? Ku do gjejmë punë ata? Se mos të gjeni punë ai. Kam dëshirë të vi njeri nga ta të mëdhenjt këtu në lagjen tonë, të shfaqim dëshirën të bëjmë propozime tona ne të lagjes tonë e të dëgjoj një imak nga ta. Një përfaqësues nga ato të mëdhenjt. Ta din dhe ata çfarë gjendje kemi ne, të mbredhin familjet tona t'i fusin brenda. Kanë ardhur shumë njerëz këtu te neve. Erdhi dhe një çun këtu që me partafol çaj thon me çanta fotografojnë, bëjnë dhe gjës po bëjnë. Shtëpi ça rrihet jashtë, rrihet brenda, shiko të rniti. Pena ka datu ndima, ka ujtina, te lava ushqimi, ospitali, as tek qina qërdeu. Nuk di të flasë edhe mirë. Qa tërë, gjithë romët po vdesin për të ngrenë. Nuk s'kanë ndimur as një gjë, vetëm sa për të marrë votat edhe as një gjë s'kanë bërë. Pse gjyna të vdesi as në shkollë nuk i qojmë do të kalamajt, për të veshu nuk kemi t'i veshim, kemi qef neve të ven kalamajt në shkollë, nuk i qojmë do të nuk din të flasin shqipen kalamajt. Do s'jedhim dima, do ju ndimojmë. Komuna Grabjan për vitin 2013, së bashku dhe me kolegun tonë dhe punojësin e ndihmës ekonomike, kemi bërë të mundur. Kemi krijuar, pasi në komunën tonë nuk ka pasur deri në 2012 nuk ka pasur ndihmë ekonomike. Kemi krijuar dosje sidomos me komunitetit rom, të cilët e përfitojnë të plot ndihmën ekonomike në bazë ligjit përkatës. Në bashkëpunim me koordinatorët e OSBE-s, si kemi këtu zotin Shkëlqim Fetau, i cili është koordinator lokal për OSBE-n dhe Rom, sidomos dhe me zotin Mefit Veliu, që është i shoqatës Samarodrome. Kemi bërë të mundur të bëjmë 3 shpime pusesh në bazë të një fondi të akorduar nga OSBE-ja.
Gjithashtu kemi shtruar dhe rrugët e një lagjes rome që njës si lagja e shkollës ose ish kompleksi i derit. Si edhe problematika të ndryshme për këtë komunitet ka, pasi janë shumë në nevojë dhe mundësit reale faktikisht të komunës janë të pakta për të ndihmuar të gjitha këto familje për një jetë më të mirë që ato të jetojnë normalisht si gjithë komunitetet e tjera. Janë prioriteti komunës Grabian, si çdo komunitet tjetër dhe komuniteti rom, por shpresojmë që në të ardhmen, ndoshta me buxhetin dhe me këto shoqata të amarodrome si dhe ekspertin lokal, koordinatorin e shkëlqim fetau i cili është në SBE, dhe bëjmë sa më shumë maksimumi për këto familje rome. Por me një ndërgjegje dhe me shpresë se institucionet e duhura do të merren më shumë me problemet e tyre për të krijuar një jetesë minimale. Në realitet, për të zgjidhur sfidën. Largohemi nga komuna e Grabianit me shpresë se një ditë problemet e komunitetit rom do të zgjidhen.